heq gjithë telefonat të gjërat. Mirë se keni ardhur në Ridebate. Jemi në debatin e 4 për sa i takon ditës parë të fazës eliminatore. Ju e dini që në këtë fazë kanë arritur të kualifikohen 16 skuadrat, që janë 16 skuadrat më të mira të këtij edicioni. Jemi në edicionin e 9 të kampionatit kombëtar debatit. Ky edicioni 9, sikurse e dini tashmë, është bërë rrugtim, zbatohet nga organizata Liburnetik përmes mbështetjes së donatorit të Agjencisë Kombëtare të Rinisë, AMSHC. Përgjatë këtij viti kemi udhëtuar në shumë qytete dhe kemi dëgjuar të rinj, të reja që kanë dëshirë të debatojnë dhe që kanë dhënë më të mirën e tyre për të arritur në këtë fazë. Kjo nuk do të ishte bërë mundur, nëse nuk do të kishim edhe gjykatësit, të cilët edhe ata përmes kriteret të vlerësimit kanë bërë vlerësimin transparent për sa i takon të gjithë atyre kritereve që duhet të ketë secili nga ne për të qenë një debatues i mirë, për të qenë një kritik i mirë i mendimit. Kështu që pa humbur kohën do të bëj edhe prezantimin e juristë që do të kemi në këtë sesion debati. Me ne është Engji Lipa, është drejtuese e Brainest Institute, një kompani të themi e cila përveç se ndihmon të rinjt, por edhe bizneset që të bëjnë projekte të mira dhe të bukura, është edhe ka qenë pjesë e shoqërisë civile prej vitesh, ndaj e njeh mirë formatin, ka qenë edhe pjesë e skuadrës së gjykatësve. Nga ana tjetër kemi Glingjet Matin, pjesë e Bashkisë Tiranë në rolin e antarit të Këshillit Bashkiak dhe Eliverta Muço që vjen nga organizata Liburnetik prej 9 vitesh gjykatës në formatin e Ridebate. Një duar të kiti për jurin tonë. Në këtë debat 4, i cili ka nisur për të përcaktuar se cilët do të jenë çerek finalistët, do të kemi 2 skuadrat e fundit. Ndaj dua një duar të kiti për shkollën 28 nëntori, kampionët në Fuqi. Dhe nga ana tjetër Ismail Qemali nga Tirana, një duar të kiti edhe për ta. Ky debat do të përqendrohet pikërisht në ato temat që neve ju kemi ndarë përmes paketave kërkimore, ndaj përmes rastësisë do të themi, do të zgjedhen këto 2 temat këtu. Do të zgjedhë 28 nëntori dhe pastaj në debatin e dytë për sa i takon temave spontane do të zgjedhë shkolla Ismail Qemali. Po. Ai pak mikrofonin. E lexojmë temën. Tradita duhet ketë më shumë pesh se sa moderniteti në orientimin e individit dhe shoqërisë. Pra tema do të jetë tradita duhet ketë më shumë pesh se sa moderniteti në orientimin e individit dhe shoqërisë. Kjo është tema për cilën do të debatojnë 2 skuadra. Zbulojmë tashmë edhe qëndrimin që i përket debatit, kështu që Johani do të bëj përzgjedhjen për sa i takon qëndrimit. Pro ose kundër. Pro, e tregojmë dhe nga kamera. Pro, faleminderit. Kundër do të jetë shkolla 28 nëntori. Doni ta hapni dhe ju? Kundër. Faleminderit. Kemi 7 minuta kohë për gatitore.
debatin e parë, debatin e skuadrave të detantarë të drejtën e fjalës për 1 minutë maksimalisht. Do të filloj skuadra që mban qëndrimin pro, në rastin ton Ismail Qemali, dhe do të pasohet pastaj nga skuadra e 28 nëntorit. Sukses të dyja skuadrave. Përshëndetje, unë jam Merla Qori, përfaqësuese e klubit të debatit nga Ismail Qemali. Të nderuar gjyqtar, sot do t'ju tregojmë se pse tradita ka më shumë perë se moderniteti në orientimin individual dhe shoqëror. Ne nuk kemi kundër zhvillimit. Përkundrazi, ne themi se zhvillimi pa rrënjë është i rrezikshëm, sepse një individ i cili nuk e di se nga vjen, kurse gjithmonë mund të humbi drejtimin se ku po shkon. Tradita mbart kujtime. Tradita është gjua që na kanë mësuar gjyshërit, këngë të cilat i këndonin me familje nëpër festa. Tradita është gjak. Janë zakone që na kanë mbajtur bashkë në kohë të vështira. UNICEF është ai i cili raporton se 40% e rreth 7.000 gjuhëve janë të rrezikuara dhe mesatarisht një gjuhë zhduket çdo 2 javë. Kur ne humbim një gjuhë, nuk humbim vetëm fjalë apo një alfabet, ne humbim histori, identitet. Moderniteti është e vërtet se lëviz shpejt, por gjërat e shpejtuara na kanë mësuar se nuk janë një përmirësim. Prandaj, traditat janë ato të cilat kanë peshën më të madhe kundrejt modernitetit. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Joana Xhuaj dhe në lidhje me atë që ju thot, do doja të thoja se moderniteti nuk është një zhvillim pa rrënjë, por është një ndryshim gradual. Gjithashtu do doja të thoja që moderniteti shton të drejtat e njerëzit dhe te kalon kufizimet diskriminuese të traditave. Sipas World Bank në vitin 2023, universalizimi i të drejtave ka çuar në shtimin e vendeve të punës për gratë dhe përpasoj edhe shtimin e trilionave dollar në GDP globale. Disa thonë që moderniteti sjell shkatrimin e diversitetit kulturor dhe vendosin e vlerave të njëtrajtshme kudo. Por ama, çfarë na duhet ne diversiteti kulturor kur nuk kemi drejtat barabarta për të gjithë? Pra, a ja vlen sakrifikimi i lirisë dhe drejtave tona për tradita? Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Esir Deneci. Do doja të përmendja pak faktin se tradita dhe arkitektura tradicionale është ajo e cila është ndërtuar ndër shekuj me prova për t'i u përshtatur më së miri kushteve klimatike. Sipas UNESCO-s, ndërtesat të cilat janë ndërtuar me minerale natyrale dhe me mure të trasha i përshtaten shumë herë më mirë kushteve klimatike se sa ndërtesat e reja dhe moderne prej xhami dhe çeliku. Është kryer studime prej tyre dhe është provuar se ato u përshtaten dhe ulet nevoja për kondicionim me 30%, gjë që sjell edhe një teknologji më të përballueshme për shtetet e tjera. Ne përdorim inteligjencën ekologjike, e cila është më pak e kushtueshme se sa teknologjia që do të nevojitet për ndërtesat moderne. Në një kohë ku ndryshimet klimatike dhe ngrohja globale janë probleme të pashmangshme, kthehet në një përgjegjësi morale për të gjithë qytetarët që këto ndërtesa të ruhen, ashtu siç ruan UNESCO për shembull ndërtesat në Gjirokastër. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Nia Daçuni, sigurisht që respektoj mendimin tuaj, por më duhet ta kundërshtoj. Shoqëria dita ditës po ndryshon dhe me këto ndryshime sigurisht që krijohen dhe ide të reja. Pra, këtu i jepet le të themi një përparësi modernitetit. Duke shtuar këtë argumentin tim, ku balanca arrihet duke rishikuar traditën dhe jo duke ruajtur verbërisht atë. Sepse shoqëria, siç e thash më parë, dita ditës ndryshon. Traditat janë krijuar në kushte të caktuara historike dhe sigurisht për këto kushte ka ndryshuar dhe le të themi ka ndryshuar me kalimin e kohës dhe këto ndryshime duhen përshtaten dhe me shoqërinë sot, sepse në dita ditës kërkojmë ide të reja dhe mendimin kritik gjithashtu. Disa mund thonë se pa tradit ka kaos, por nuk është rishikimi i traditës ai që sjell kaos. Përkundrazi është pikërisht refuzimi i kësaj tradite ai që sjell stagnim. Sipas World Economic Forum, në vitin 2024, 70% e të rinjve besonin se traditat duhet të rishikohen dhe të rindërtohen. Pra, a nuk është më mirë të japim modernitet liri, por jo vetëm dhe mendimit ton kritik, për të ruajtur apo të ruajmë traditat për hir të së kaluarës son. Faleminderit.
Përshëndetje, unë jam Letisa Milori. Atëherë, tradita është një element thelbësor për lidhjet e forta familjare. Sipas raportit të Pew Research Center, mbi 70% e njerëzve me lidhje të forta tradicionale deklarojnë se familja dhe komuniteti janë burime kryesor i lumturisë dhe sigurisë sociale. Pra, kuptojmë se traditat janë ato që na rrisin si individ dhe na mësojnë rreth kulturës sonë. Gjithashtu, Harvard Human Development Research tregon se marrëdhëniet e forta familjare dhe komunitare janë faktori më i rëndësishëm për lumturinë afatgjat dhe shëndetin mendor. Por, moderniteti mund të çojë edhe në humbjen e kulturës kombëtare, ku shumë të rinj nuk informohen rreth kulturës së vendit të tyre. Pra, tradita duhet të ketë më shumë pesh se sa moderniteti, pasi ajo neve na ndihmon të rritemi si individ dhe na ruan kulturën, historinë dhe vlerat që mbajmë të fortë si një shoqëri. Përshëndetje, jam Erola dhe në lidhje me atë që ju tha, duhet të them se porta familjare dhe humbja e komunitetit nuk ndodh vetëm për shkak modernizimit. Pikërisht modernizimi është ajo çka i ndihmon njerëzit rreth e botës të mbledhen së bashku dhe për ta ruajtur ajo çka janë edhe tradita dhe kultura jonë. Gjithashtu duhet të shtoj se edhe modernizimi duhet të ketë peshën kryesore pasi ofron mundësi përshtatje dhe zhvillimit intelektual. E siç ka thënë Herakliti, gjëja vetëm e përhershme në jetë është vetë ndryshimi. Ju mund të thoni se shoqëria e vazhdueshme me ndryshime të vazhdueshme pa një bazë të qëndrueshme krijon shoqëri sipërfaqësore, por ndryshimi nuk është humbideti, por pasërimi i tij. Pasi vetëm me anë të modernizimit ne japim kuptim të ri vlerave tona në një botë që nuk dalet. Sipas DSI 2024, shoqëri që kanë integruar teknologjinë në shërbime kanë rritje për 21% të kapitalit njerëzor dhe kompetencave digjitale. Të shikosh nga shekulli i kaluar, për problemet e sotme është si të tentosh të instalosh një aplikacion modern në një aparat telefonik me rrotullim. Pra do preferoni të jetoni një botë që riciklon të njëjtat ide deri në stagnim apo një botë që guxon të shoh horizonte të reja çdo ditë. Përshëndetje, quhem Besar Dashi. Atëherë doja të thoja si fillim se tradita është baza për të mbajtur identitetin kombëtar, stabilitetin familjar dhe brezat e rinj. Ju përmendët përshtatjen dhe doja të thoja që nëse Shqipëria do ishte përshtatur me çfarë do lloj vendi që ka dashur të na pushtojë se të na asimiloj, sot ne nuk e dinim çfarë gjuhë do të flisnim. Dhe është një arritje e madhe që shqiptarët kanë mbajtur gjuhën shqipe për shumë e shumë vite me radhë, duke ditur historikun tonë. Doja të thosha gjithashtu që një shembull për një gjuhë shumë të rëndësishme që ka humbur është gjuha latine. Vërtet e përdorin, por ajo fatkeqësisht nuk flitet më. Tjetër, doja të shtoja një statistikë që sipas Eurostatit dhe OECD-s, në vitin 2024 është provuar se komunitetet me tradita dhe zakone kanë më shumë stabilitet familjar dhe njerëzit në to kanë më shumë aftësi sociale. Doja të shtoja se një kombë pa traditat e veta nuk ka identitet dhe është thjesht një kopje globale në varësi të modernizimit. Përshëndetje, quhem Senela. Lidhje me atë që u thatë, me të vërtetë që tradita është dhe i jep identitet një kombi, por nga ana tjetër nuk do të thotë që moderniteti po e zhduk këtë identitet. Përkundrazi, ai thjesht është duke e përshtatur më shumë me zhvillimet bashkëkohore që po ndodhin. Së dyti këto duhet të shtojmë se faktikisht moderniteti i jep më shumë ç'është e vërteta përmes modernitetit liria individuale ka më shumë peshë se sa përçmëritë e trashëguara. Sepse jep autonomi edhe dinjitet personal, por nga ana tjetër edhe një përparim dhe ndryshim moral. Është e vërtetë se u mund thoni se pa baza nga tradita ky lloj moderniteti kthehet në një relativizëm total, por nga ana tjetër janë ligjet, institucionet demokratike dhe mbrojtja e drejtave të individit që e ndalojnë egoizmin dhe japin një orientim kolektiv moral shoqërisë. World Economic Forum ka thënë se në 2024 vendet më të modernizuara e kanë ulur hendekun gjinor me 70 deri në 80%, ndërkohë që te sigurisht vendet më tradicionale kjo përqindje është shumë herë më ulët. Liria jote mbaron aty ku fillon liria e tjetrit, thoshte John Stuart Mill. E sipas kësaj shprehje, a nuk del se edhe moderniteti bashkë me lirinë individuale mund të bashkëjetojnë? Përshëndetje, unë jam Ana dhe këtu jemi për të diskutuar një gjë shumë të rëndësishme, sidomos për shqiptarët anë e mbar. Siç tha dhe parafolësi im, është shumë e rëndësishme që këto tradita të ruhen. Ne këtu nuk kemi për të debatuar kush është më e rëndësishme, tradita apo moderniteti, sepse të dyja këto janë dy pilarë që mbajnë shoqërinë në këmbë. E vërteta është që kemi një mitizim të traditave, ku traditat saktuara merren akoma më keq se sa traditat e tjera, ose i eradikohen fare dhe kjo është një fakt që asnjëri nga ne nuk mund të ta mohojë. Shumë tradita
tradita që nuk kanë rënë dakord me modernizimin janë shkatruar, si traditat e huajit që kur u pushtuan traditat atyre u zhdukën. Në të njëjtën kohë, unë do doja që të sjellja një problem shumë të rëndësishëm në periudhën tonë që na ka afektuar secilin nga ne. World Psychology Org ka dëshmuar që të rinjt që nuk i njohin traditat ose kulturat e tyre personale kanë më pak shanse të arrijnë të kuptojnë ose të njohin vetveten, duke e çuar ata të kalojnë në një fazë izolimi. Ndërkohë që ky World Psychology Org ka vënë re që familjet që mbajnë disa tradita specifike kanë mundësinë më të mira psikologjike. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Mariana Zefi dhe në lidhje me argumentin tënd, ne përruajmë traditat, anët pozitive të traditave, që pres pas brezi, këto tradita janë filtruar dhe ne kemi marrë pikërisht ato gjëra që ne sot ne po i trashëgojmë. Dhe më së tepërmi, modernizimi nuk po shkatron traditën, përkundërzi po ruajnë, por më së tepërmi ajo po krijon një distancë për të zhvilluar mendimin kritik. Atëherë, sipas indeksit të inovacionit global të vitit 2024, shoqëritë që prioritizojnë modernitetin ka një rritje prej 40% në kërkimet shkencore. Si thotë Immanuel Kant, ki guxim të mendosh. Zakonisht traditat këtë guxim e ndryshin nga pak sepse janë edhe si zinxhir që na marrin mbrapa para gjykimeve të shekujve të kaluar. Po ashtu, traditat nuk krijojnë pyetje, pra dojnë bindje, dhe këto bindje pikërisht i shohin në metodat si kemi parë gjithmonë më parë. Pra, në të vërtetë, moderniteti hap dyert të reja, pra lejon një botë tjetër jashtë asaj kutisë së tradicioneve. Përshëndetje gjithëve, unë jam Gerdi Lulja. Ju thatë që shkatrimi i diversitetit kulturor nuk është se ka ndonjë rëndësi të madhe, unë duhet të them që nuk jam drejt kundra kësaj, duhet të them që traditat janë themeli një kombi, një komb që harron traditat e tij është si një njeri pa kujtesë. Gjithashtu duhet të them që 7 nga 10 vendet që shprehin nivel të lartë të lumturie janë vende që kanë lidhje të madhe me traditat e tyre dhe me kulturën e marrë. Gjithashtu ju thatë që traditat janë një riciklim ideve, nuk është e vërtet. Traditat janë ata që i mbledhin njerëzit më afër, i jep atyre diçka për të festuar, siç është për shembull dita e verës, një festë pagane që i mbledh njerëzit për të festuar ardhin e verës, që siç njihet nga të gjithë vera është ajo që sjell prosperity, gjë të mirë, ushqim në kohët e lashta për të gjithë njerëzit. Gjithashtu thatë që gjithçka ndryshon, kjo është totalisht e vërtet, por janë traditat që na kujtojnë që pavarësisht diferencave tonave, pavarësisht interesave, jemi të gjithë në të njëjtën barkë në këtë botë. Okej, përshëndetje, unë quhem Sonja Bushati. Për sa i përket asaj që ju sapo tha, duhet ju i kujtoj se tradita në fakt nuk na lë të ndryshojmë edhe aq shumë, pasi na lë të varur nga historia dhe nuk na lë të shohim progresin. Këtë duhet shtoj edhe shoqëritë më të forta janë ato që guxojnë të ndryshojnë. Shumë tradita ruajnë mentalitetet ndryshme si patriarkalizmi, ku gratë kanë qenë të kufizuar në shumë aspekte të ndryshme të jetës. Por historia tregon se progresi erdhi nëpërmjet ndryshimit. E drejta e grave në arsim, punë apo kulturë erdhi jo nga ruajtja e traditës, por nga sfidimi i saj. Sipas indeksit global të inovacionit në vitin 2023, shoqëritë që përqafojnë modernitetin arrin rreth 35% më shumë mirëqenie se ato të mbyllurat. Pra, moderniteti nuk është thjesht një ndryshim, por le të themi një proces korrigjimi i padrejtësive së kaluarës. Përshëndetje, unë jam Emily. Ju dëgjova me shumë kujdes teksa përmendet punën, kapital dhe mundësit. Lind pyetja, mundësit për çfarë? Pikërisht për ato punë të cilave tradita u dha themel. Duhet kuptojmë që tradita është një teknologji sociale që është e bazuar në disa vite dhe në disa vite provë. Ndërkohë që nëse flasim për modernizimin, janë ide të krijuara viteve të fundit, të cilat nuk e dim nëse realisht do ta mbajnë shoqërinë tonë gjallë apo do të shkaktojnë një kolaps në të. Sipas UNESCO, në studimet e vitit 2024-2025, familjet të cilat ruajnë traditat e tyre kanë më shumë identitet social si dhe përfshirje komunitare. Ndërkohë që, ashtu siç parafolësia ime Ana e përmendi më përpara, 25% e personave që janë në shtetet e moderuara vojnë nga ankthja apo depresioni, duke u futur në një fenomen që ne e quajmë si dhoma johon, ku ata refuzojnë të dëgjojnë mendimet e të tjerëve dhe rrethohen vetëm nga komunitete dhe persona që mendojnë si ta. A është kjo realisht një shoqëri e zhvilluar që ne duam kryejm kur gjithë bien dakord me ne? Dhe a mund të ketë realisht ndryshim në këto kushte?
Përshëndetje, unë quhem Marina Roy dhe më duhet të theksoj në lidhje me atë që ju thatë, se nëse nuk provojmë diçka të re, do të qëndronim në të njëjtin vend pa ditur se çfarë mund të na sjellë risia. Nga ana tjetër duhet të them se favorizimi i modernitetit sjell zhvillim teknologjik, i cili është mjet kryesor që na shtyn nga kufit e mendimit tradicional. Kant thoshte se media e njerëzit zgjerohet vetëm kur guxojë të dalë nga kufit e saj. E pikërisht teknologjia dhe kultura moderne janë ato mjete të cilat mundsojnë që shoqëria të jetë e lirë, e informuar dhe më e hapur. Sipas ITU, në vitin 2023, 5.4 miliard njerëz përdorin teknologjinë, që do të thotë se shumica e njerëzve kanë akses ndaj kulturave, ideve, mendimeve të tjera, duke pranuar se nuk ekziston vetëm një e vërtetë. Dikush mund të thotë se moderniteti shkakton traditat dhe identitetin kulturor, por në fakt ajo nuk i zhduk traditat apo zakonet, por i bën ato më të njohura globalisht. Madje kemi edhe shembullin ton, ku shumë kultura lokale po bëhen më të njohura, sidomos nëpërmjet rrjeteve sociale. Pra është më e rrezikshme të mbetemi të lidhur me të shkuarën apo të hapim mendjen ndaj një bote që nuk ka kufi. Përshëndetje, unë jam Jo Andreu, përfaqësues i gjimnazit Ismail Qemali dhe doja të thoja direkt në fjalën që thatë ju dhe këto gjitha që vinë si pasojë e këtyre përfitimeve teknologjike dhe këto zonat lokale vinë nga tradita, sepse tradita është baza. Tradita është rrënja e fortë që na bën të lidhur me familjen, gjakun dhe kombin. Familja është baza. Sot në modernitetin po përhapet në mënyrë alarmante një çturrje që shohim familje që janë ndarë fëmijë të palumtur dhe fëmijë që presin ditën e diel dhe fundjavën takojnë babin dhe nuk janë të gjithë bashku. Kush është tjetër? Është Adheu. Është familja e madhe që po boshadiset dita ditës dhe po shohim një Shqipëri që vetëm po largohet dhe një Shqipëri që nuk ka më të rinj që janë baza kryesore e saj në këtë modernitet dhe në botën e gjithkujt që nuk është e askujt. Kush janë traditat e shqiptarit? Gjëja e parë është familja. Është tradita kryesore që na mban të lidhur, që na bën bashkë në festa, në gëzime, në çfarëdo lloj gjëje që ne kemi, ajo është gjëja e parë. Gjëja e parë kur ne jemi stresuar ose kemi probleme, është ai telefoni ngrohtë si me nënën si me babën. Kush është një gjë tjetër për shqiptarët që ka më shumë pesh, besa, fjala e dhënë? Përshëndetje, Çomadi Gorilla. Në argumentet tuaja filluat duke përmendur edhe mundësinë e zhvillimit nëpërmjet traditës. Por në të vërtetë, nuk sjell zhvillim më të mirë moderniteti. Duhet të kemi parasysh se është pikërisht ky ai i cili sjell një zhvillim në vendin tonë, duke veshur shoqërisë tonë vlera të reja moderne dhe universale, duke bërë shoqërinë tonë akoma edhe më moderne, akoma më bashkëkohore, akoma më afër realitetit. Ju vazhdojt me te duke përmendur disa tradita të humbura të Shqipërisë. Ndërto me duhet të përmend një nga to, e cila është edhe kanuni i Lek Dugaxhinit. Duhet të kemi parasysh në verinë e Shqipërisë, por edhe një pjesë të madhe të Shqipërisë së Mesme përdori ligjet e kanunit apo siç thuhet që ndryshe ligjet sipas vrasjeve të gjakmarrjes. A mendoni ju se mund të flisni me pas për një zhvillim të tillë nëse pikërisht këto tradita nuk do të ishin hedhur poshtë apo do të mbaheshin akoma më sot? Me tepër, moderniteti është ai i cili sjell liri individuale, është ai i cili mbron të drejtat e njerit. Me anë të tij ne guxojmë të ndryshojmë, të zhvillojmë mendimin tonë kritik, të sigurojmë përshtatje dhe zgjerim intelektual. Mirë, faleminderit dy skuadra për këtë debat. Për sa i takon temës tradita, duhet të ketë më shumë peshë se sa moderniteti në orientimin e individit dhe shoqërisë. Uroj që për jurin të këtë pasur argumenta në mënyrë që të bëjmë vlerësimin pas debatit që do të ndjekim tani, është debati i liderit, ndaj do të kemi në këtë përballje Joani dhe Senelën. Për sa i takon temës që do të përzihen tek zarfet. Kush zgjodhi çfarë? Tani do zgjedhë Joani. Kalojani pak mikrofonin, ju lutem. Ja, lexojmë edhe një herë me mikrofon. Të vetmit njerëz që kanë pushtet në demokraci janë politikanët. Pra, të vetmit njerëz që kanë pushtet në demokraci janë politikanët. Kjo është tema, ndajmë tani qëndrimin. Kundër do t'jetë Senela, pro do t'jetë Joani. Faleminderit, keni 7 minuta kohë përgatitore.
që kanë pushtet në demokraci janë politikanët, pro është Johani dhe kundër Senela. Suksese nga 2 minuta, 4 ndërhyrje për secilin. Përshëndetje për herë të dytë. Jam shumë i lumtur që ra kjo temë që të flas edhe një herë në gojën e të gjithëve, jo vetëm për këta elitën shoqërore që ne kemi që janë pushtete dhe janë më të pushtetshmit. Duhet ta nisja që në fillim që çfarë është fjala, çfarë është demokracia. Demokracia është forca e ligjit, po fatkeqësisht demokracia është mjeti kryesor që politikanët kenë pushtet. Edhe do të thoja pushtet absolut. Politikanët janë ata njerëz që sot kanë pushtet absolut në çdo gjë, në çdo vendimarrje, në çdo ligj, në çdo gjë që do të bëhet. Duke u marrë shembull sa më thjesht, nëse të gjithë ne kemi një hall, gjëre parë do kontaktojmë gjejmë mundësinë se kë politikan njohim, që të shkojmë edhe të flasim me atë dhe do zotja i na e zgjidh hallin nëpërmjet një rushfeti që ne do t'i japim. Politikanët janë të parët për çdo biznesmen që do duan të marrë një firmë, duan të marrë një ledh për ndërtuar çdo gjë. Politikanët janë ata që në shumicën e botës dhe jo vetëm këtu në Shqipëri shohim që kanë lidhje kryesore si me krimin, si me organizatat kriminale dhe me çdo gjë tjetër për përfitimet e tyre ekonomike dhe për të rritur vetëm veten e tyre dhe popullin e kanë gjithmonë të fundit. Politikanët janë ata që flasin gjithnjë në emër të popullit, politikanët janë ata që flasin gjithnjë në demokraci dhe politikanët janë ata që shohin gjithmonë vetëm interesin e tyre vetjak. Nëse do ju përmendja pak një histori ndjes, nëse po e thyej pak etikën, po kur flitet për politikanët edhe kemi pse është mirë ta thyesh etikën, do përmendja Ali Aslanin që thotë të pabreki gjeti dita dhe milioneri gjeti nata. Ato me firmat e tyre kanë dorë miliona, jetë njerëz kanë në dorë miliona dhe vetëm miliona llogari bankare që i kanë për jetën e tyre, që nëse do shkosh të kontrollosh këto vende që janë Zvicër, Kipër dhe gjithë vendet e tjera që nuk kanë mund të dërgosh leku do, politikanët do i shikosh që janë njerëzit më të pasur në çdo shoqëri dhe janë ata njerëz që nuk punojnë për ne, po punojnë vetëm për interesin e tyre personal, edhe karrikën e tyre, pushtetin e tyre, e kanë gjën kryesore dhe jo individin që i voton ato dhe jo përgjegjësinë që kanë ndaj njerëzve. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Senela. Në lidhje me këtë temë do të përqendrimin se faktikisht pushtetin e demokracisë ka populli. Lidhje me atë që ju thatë, fillimisht duhet kemi parasysh se nëse politikanët do të kishin një pushtet absolut, a mund të quhej kjo me të vërtetë një lloj demokracie? E nga ana tjetër, a mund të flasim ne për një pushtet absolut, në qoftë se ne realisht kemi institucione kontrolluese, kemi BE-n, kemi reforma të ndryshme në drejtësi. Për të shtuar këtu diçka tjetër, duhet kemi parasysh se faktikisht populli e ushtron pushtetin e tij përmes votimit edhe përmes përfaqësimit. Sipas Enciklopedia Britanika, demokraci përkufizohet një formë shëvërisje, e cila faktikisht ja jep buron nga populli, pushteti buron nga populli dhe ky mund të ushtrohet ose në mënyrë të drejtë për drejtë ose në mënyrë të përfaqësuar. E ç'është më e vërteta edhe Sage Journal se ka treguar këtë gjë, sepse ka thënë që mjaft politikanë të ndryshëm janë ato të cilët i përfaqësojnë interesat e popullit në organe të ndryshme kushtetuese apo edhe legjislative apo edhe parlamentare. Pra, për të shtuar këtu edhe diçka, është ideja se fushatat nga të rinjt janë bërë së fundmi sepse kemi deputet të ndryshëm, të cilët për të bërë fushatat e tyre zgjedhore, po marrin mendime të ndryshme të rinjve, që më vonë t'i adresojnë këto në parlament. Në një formë apo në një tjetër, ne këtu po flasim për një pushtet pra, i cili buron nga populli, i cili ushtrohet nga ai, dhe politikani në këtë rast përdoret vetëm si një mjet për të çuar fjalën e popullit në fund. Faleminderit. Vazhdoj. Duke qenë që përmbroni politikan, po ja them në formë batute, gjëja parë që dhe gjëja kryesore që përmendi gjithë fjalës suaj ishte populli. Ato që bën dhe politikanët, që gjithnjë flasin në emër të popullit. Po populli politikanëve, sidomos këtu në Shqipëri dhe në vendet e tjera, i duhet vetëm atë 30 ditëshin e fushatës që t'i votojnë, edhe të shkojnë sikur të votojnë, pavarësisht se e dinë. Dhe sa i përket institucioneve kontrolluese, janë ato institucione kontrolluese që po kontrollohen nga politikanët. Janë ato institucione që politikanët kur dalin nga politika shkojnë te ato institucione dhe kanë një vazhdimsi dhe kanë një zinxhir që e kanë të lidhur vetëm me njëri tjetrin dhe janë gjatë gjithë kohës bashkë. Dhe pushtetin e kanë vetëm duart e tyre duke harruar çdo gjë tjetër përveç se të kenë në dorë gjërat kryesore. Po pse është pushteti në duart e politikanëve? Politikanët janë ata që janë në parlament dhe në parlament i miradon ligje. Ligjet janë gjëra funksionare kryesore për të formuar një shtet dhe për të bërë një jetesë të vazhdueshme për gjithë. Ligjet i votojnë politikanët, ligjet i bëjnë politikanët dhe gjithmonë përfitojnë po politikanët, sepse ato kanë në dorë edhe çekiçin e drejtësisë, ato kanë dorë dhe çdo gjë. Ato janë dhe ligji dhe maliqi. Tjetra dhe kryesorja në parlament votohet për çdo gjë që kanë në dorë ata dhe pse ata duan ta kenë dhe pse ata duan ta bëjnë.
Politikani është ajo farë e shoqërisë që gjën kryesore ka vetëm të mbledh. Mbledh në çdo gjë, mbledh vota, mbledh lek, mbledh pushtet absolut për njëri tjetrin dhe politikanët janë të vetmit që kur hypin pushtet nuk duan të largohen kurrë nga pushteti sepse është shumë i rëndësishëm pushteti për ato dhe duan ta kontrollojnë gjithë kohës pushtetin. Faleminderit. Lidhje me atë që ju thatë, me të vërtetë që duhet ta kemi parasysh, po nga ana tjetër, edhe në qoftë se institucionet mund të ndikohen nga politika, duhet kemi parasysh se institucionet dhe politikanët janë në një ndërveprim të vazhdueshëm me njëri tjetrin. Për të shtuar këtu, që populli është ai i cili po zgjedh këtë politikan, edhe gjithashtu që më vonë politikanët janë ato të cilët mund të vendosin gjëra të ndryshme në institucione. Mund të shtojmë rastet e SPAK-ut, i cili kemi raste të ndryshme ku politikant është vendosur drejtësia në vend dhe politikani ka marrur atë çfarë ka merituar në qoftë se ka thyer një ligj të caktuar. Gjithashtu këtu duhet shtojmë faktikisht se edhe në ato raste kur ndoshta një vendim i një politikani nuk mund të përshtatet me interesat e popullit, sigurisht që populli e ka zërin e tij. Edhe kjo del fare qartë dhe fare mirë përmes referendumeve dhe iniciativave të ndryshme qytetare. Faktikisht Merriam-Webster e përkufizon fjalën referendum si një mekanizëm i cili përmes të cilit populli mund ta ushtrojë dhe mund të votojë për çështje të ndryshme legjislative, kushtetuese, ligjore, pa patur nevojë për ndërmjetësimin e politikanit. Edhe faktikisht edhe në qoftë se ne sot e kësaj dite jemi në një demokraci përfaqësuese, nuk thuhet askund që instrumentet e demokracisë direkte nuk mund të përdoren, sepse ç'është më e rëndësishmja sipas handbookut të International IDEA tregohet fare mirë se instrumentet e demokracisë direkte janë referendumet, janë iniciativat e ndryshme qytetare. Edhe këto faktikisht janë ato kryesore të cilat bëjnë që zëri i popullit të dëgjohet. Peticionet nga ana tjetër mund të ndryshojnë ligjet. Në 250 i Kushtetutës sonë tregon se sovraniteti vjen nga populli edhe ushtrohet ose në mënyrë të drejtë për drejtë ose në mënyrë të përfaqësuar. Edhe një shembull tillë kemi edhe në BE dhe në Zvicër ku referendumet zbatohen. Prandaj në fundit zëri i popullit dëgjohet atëherë kur interesat nuk përputhen me vendimin politik. Vazhdo. Me që përmendet edhe SPAK-un dhe referendumet, duke qenë që rastin e parë e morët për Shqipërinë, SPAK-u me vërtet i prek këto politikanë, po prek vetëm politikanin, po jo pushtetin e tyre dhe as paratë e tyre që e mbajnë pushtet. Edhe sa i përket referendumeve, vendi jon nuk i aplikon referendumet dhe referendumet po shkojnë me urdhër të politikanëve që të bëhet ai referendum dhe përgjithsisht shkojnë për gjëra që nuk kanë interes për politikanët. Interesi për politikanë votohet vetëm në parlament dhe mund të jetë një fjalë dhe një gërm shumë e vogël një ligje që shkruan që të ndryshojnë të gjithë gjën e bërë. Sa i përket pjesës tjetër, politikanët janë ata njerëz që kanë në kontroll gjithçka. Duke ju marrë edhe disa shumë vende të botës tonë që jetojnë në një demokraci, po demokraci me politikanë që jetojnë nga 20 vjet në pushtet dhe nuk e lëshojnë karrigen e pushtet për asnjë farë, jo të rinj të ngriten, jo peticione të bën. Ata firmosin çdo gjë dhe kanë një kontroll të brendshëm të tyre për të mbajtur pushtetin dhe për ta kaluar sa tek njëri tek tjetri kur kanë interesin e tyre personal dhe politikanët janë ata të vetmi që nuk i hyn asnjë gjë në këmbë. Janë ata që pasurohen çdo ditë, janë ata që fuqizohen çdo ditë, në çdo orë që rrinë pushtet, ata fuqizohen dhe janë pjesa kryesore, duke përmendur edhe rastet, sidomos pjesa e Ballkanit perëndimor kur ke politikan që si kryeministra, si president, edhe rasti Aleksandar Vučić ka 20 vjet, demokracia i quhen dhe Erdogani në Turqi, po nuk është një demokraci. Demokraci quhet edhe në shumë vende të tjera të botës dhe është quar dhe më përpara po asnjëra prej tyre nuk ka qenë demokraci. Ka qenë një pushtet totalitar që ka qenë gjithë kohës në dorë të politikanit për të patur ai kontrollin për çdo gjë dhe për gjithçka që funksionon për atë. Politikanët janë ata njerëz në një shoqëri që dinë të bëjnë një gjë të mirë, që të kërkojnë. Ato kërkojnë gjatë gjithë kohës, kërkojnë nga populli, si votën dhe çdo përfitim tyre tjetër që vjen si pasojë e çdo gjëje që ata kanë në dorë për të bërë dhe çdo nder që ta japin, ato duhet ja kthesh dhe duhet ja kthesh në mënyra tjera dhe sa më të mira. Faleminderit. Atëherë, për sa i përket asaj që u thatë, duhet të kemi parasysh se faktikisht referendumet zbatohen, domethënë ekzistojnë, sepse neli 150 i Kushtetutës sonë e parashikon vlefshmërinë e referendumit me ligj. Ndoshta ajo çfarë ju doni të thoni është më vonë se vendimi nga referendumi duhet diskutuar në kuvent. Po është e vërtetë, por kjo në fundit është mënyra se si funksionon pushteti jonë edhe demokracia. Së dyti duhet kemi parasysh se ne nga ana tjetër njohim mjaft politikanë të rinj të cilët kanë hyrë në pushtet dhe kanë arritur mjaft suksese në fushën e tyre politike.
Duke shtuar këtu diçka tjetër, populli faktikisht e ka pushtetin, sepse ai mund ta tregojë atë fare qartë përmes opinionit publik, përmes mediave tradicionale apo digjitale qofshin këto, përmes rrjeteve sociale. Reuters Digital News Report në 2023 ka treguar faktikisht se media tradicionale dhe digjitale e shprehin fare qartë opinionin e popullit, edhe nga ana tjetër politikanët janë ato që janë gjatë gjithë kohës në kërkim të mbështetjes së popullit për këtyre mediave. Gjithashtu Frontiers in Communication në 2022 ka treguar se rrjetet sociale nga ana tjetër shërbejnë si një mjaft i mirë përmes të cilit populli mund ta shprehë mendimin e vet, sepse aty përhapen informacione, aty mund të bëhen lëvizje të ndryshme, protesta të ndryshme studentore. Pra, për të shtuar këtu edhe diçka tjetër, duhet kemi parasysh se faktikisht populli, ju të cekët pak më parë se politikani është ai që po kërkon. Por realisht populli është ai që po kërkon nga politikani, sepse në fund të ditës nëse një politikan nuk po përmbush ato interesa që populli do të interesat e popullit, si rezultat politikani ka një mandat caktuar për cilin mund të qëndrojnë pushtet dhe nëse populli s'ka qenë i kënaqur, atëherë sigurisht që ky politikan do t'i vijë edhe dita e fundit. Prandaj populli e ka të drejtën për ta çuar zërin e tij edhe për ta treguar këtë fare qartë në këtë rast përmes opinionit publik. Duke qenë se sa i rëndësishëm është demokracia për politikanët e përmendë që dhe referendumin e kemi në kushtetut dhe shumë mirë që referendumin e kemi në kushtetut, prandaj referendumi i fundit është bërë 1998 për ndryshuar kushtetutën që politikanët kishin të vazhdonin të kishin çdo gjë në dorë. Populli nuk ka asnjë pushtet sepse gjithë pushteti kontrollohet nga lart. Sa i përket mediave, mediat janë ata, gjithë mediat kontrollohen nga politika, mos bëjmë sigur, nuk e di, mos bëjmë sigur jetojmë në një botë paralele, sigur jetojmë në një planetet e reja të pazbuluara, çdo media është e kontrollueshme nga politika, çdo media ka sponsor që vijnë nga politika, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë vendet e botës, pa s'po e llogarisim fare as Ballkanin perëndimor as to vende që ne kemi shumë demokratike siç ishin edhe Hungaria pak para që ndryshuan po brenda vetvetes dhe ata pushtetin. E la njëri e mori tjetri, ishin dikur kur ishte i vogël ai që nxiti këto referendumet, këto lëvizje të mëdha politike, për shembull duke marrë rastin e Hungarisë, mbante foton e Viktor Orbanit si poster, e kishte ideator dhe do vazhdoi të bëj po të njëjtën gjë dhe do ndryshoj. Nga burri i njërës që ishte ministër në pushtetin e Orbanit, do kaloj tek një tjetër. Ne kemi 140 deputet parlamentin e Shqipërisë dhe Shqipëria gjatë 35 viteve demokracia është zhvilluar në një mënyrë të jashtëzakonshme, ka marrë një zhvillim absolut ku në këto vitet e zhvillimit ne kemi akoma deputet që i mbajmë po 35 vite dhe ata nuk ndryshojnë. Dhe kanë dhe një që të bukur, nga që lodhnit më përpara, se në Shqipëri ka qenë votimi që bëj çdo zonë caktuar kishte deputetin e vet, thanë ta ndryshojmë edhe këtë, të bëjmë një listë të mbyllur ku të jenë gjithë aty dhe mos na votojnë më fare. Ata thjesht presin çdo 4 vjeçar dhe presin marrin ato rrogat, pavarësisht se rrogat i kanë shumë pavlera në krahasim me pasuritë që ato kanë. Nëse do bëhet një hetim shumë i mirë për gjithë pushtetin që kanë politikanë dhe nëse do bëhet një hetim shumë i mirë për çdo media, për çdo biznes që është biznes i madh që kontrollohet, gjithë ato kanë burimin nga politika, kanë burimin nga çdo gjë. Dhe sa i përket fushatave që bën politika për popullin dhe populli përmes tyre fushatave ka zgjedhur gjithmonë më të mirët, ato thjesht janë një gënjeshtër e madhe që ne e dimë shumë mirë, pavarësisht se pranojmë të mos i besojmë. Për sa i përket asaj që ju thatë, ju cekët që politikanët kanë kontroll mbi gjithçka, por faktikisht ligjin mund ta bëjnë politikanët sipas nevojave të qytetarëve. Edhe në fundit janë këto të fundit, pra qytetarët, ato që kanë fuqinë që ta hedhin poshtë. Së dyti këtu duhet kemi parasysh se ju thatë që informacioni kontrollohet, po është fare e vërtet, ka media të cilat mund të kontrollohen nga politikanët, por ka mjaft media dhe rrjete të tjera sociale të cilat faktikisht kontrollohen edhe mendimi i tyre, domethënë aty tregohet fare qartë mendimi i popullit. Për më tepër që sot një botë digjitale, informacioni shpërndahet shumë më shpejt se sa që mund kontrollohet në disa raste tjera. Për shtuar këtu edhe diçka tjetër. Faktikisht populli mund ta shprehë zërin e tij përmes organizatave të ndryshme, si OJQ, për organizata jo qeveritare, sindikate të ndryshme, peticione të ndryshme, partitë e vogla. Gjitha këto OJQ, për organizatat jo qeveritare, janë ato të cilët faktikisht po adresojnë interesat edhe problematikat apo pra po i vendosin një fokus shumë të madh popullit. Ndërkohë që nga ana tjetër janë partitë e vogla, ato
ato të cilat mund të marrin shumë zë në ato raste kur mazhoranca apo partitë e mëdha nuk bien dakord për një shumicë të cilësuar votash. Që do të thotë kështu se këto qytetar mund të mbështesin partitë e vogla, edhe më vonë janë pikërisht këto parti të cilat do të ndryshojnë ligje të ndryshme, për cilat nuk përputhen me interesa e qytetarëve. T'ju sjell këtu edhe një shembull, është lëvizja studentore e dhjetorit të 1990-s, ajo e cila faktikisht ka ndryshuar regjimin dhe kjo është një formë mjaft e mirë se si tregojmë se realisht është populli ai i cili e ka të drejtën edhe e ka zërin në demokraci. Por duke shtuar këtu edhe votimin e përfaqësimin, referendumet dhe iniciativat qytetare, mediat, opinionin publik, rrjetet sociale, dhe kjo e fundit që kishte të bënte me organizatat jo qeveritare, sindikatat, peticionet, partitë e vogla, unë vazhdoj që të mbroj mendimin se populli është ai i cili e ka pushtetin në demokraci. Mirë, shumë faleminderit të dy liderave, të skuadrave. Kemi ardhur në fund të kësaj dite. Është momenti që të jap jurisë kohën për të bërë vlerësimin dhe të zbulojmë se cila nga skuadrat do të kualifikohet për fazën tjetër çerek finale.
kualifikohet për çerek finale, që do të zhvillohet ditën e 3 të kësaj faze eliminatore. Është momenti që juria t'japi vlerësimin, padyshim edhe komentet edhe këshillat që do duhet që ju t'i aplikoni. Kushdo nga skuadrat që do të kalojnë në fazën tjetër, është shumë e rëndësishme, jemi në një fazë që nuk bën kompromise, do themi, sepse duam që vërtet ata që do të kalojnë në fazën tjetër të jenë të merituar, që do të thotë askush nuk ka bërë gabim, askush nuk ka bërë një debat mirë, ka bërë padyshim një debat mirë, sepse formati, loja i do që të zbatojnë disa kriterë dhe në bazë të atyre të bëjmë edhe vlerësimin sa më korrekt. Kështu që fjala është për ju. Ligjet. Okej, mirë. Fillimisht shumë përgëzime për realizimin e debatit, të dyja debatet. Në debatin e parë, ç'është e vërteta, ne do donim që të kishim një lloj debati në nivel më të mirë në debatin e parë, sepse tema ishte tradita apo moderniteti, që për ne kishte shumë qasje të cilat në fakt nuk u thanë. Dhe mbase u bë një përsëritje e 1-2 elementëve dhe paktën na shoqëroi nga debatuesi i parë te i fundit, nuk gjetëm një lloj, ose me thënë, qëllimi i debatit është kush bind. Cili na bindi neve, moderniteti apo tradita, dhe ne këtë përgjigje e gjetëm pak me vështirësi nga të dy ekipet. Kjo për shkak se mbase u fokusohet më shumë te ajo që kishit mësuar që do thonit, sesa te linja logjike për të ndjek debatin, edhe për të qenë çik më shumë autentik, edhe për të qenë më, si më thon, më të gatshëm që të debatonit në bazë të asaj që vërtet keni mësuar edhe keni përgatit për temën, po që ti përgjigjesh kundërshtarit. Megjithatë, kishte referenca, kishte debatues që flisin shumë mirë në publik, edhe ishit bindës. Një këshill për ekipin që mbrojti modernitetin, mbase mund ta thonit që tradita në momentin që erdhi ose lindi, ka qenë moderniteti i kohës. Dhe pastaj u bë tradit. Kështu që ne do na duhet shpikim traditën tjetër për brezat që na vinë. Ndërsa për ekipin që mbrojti traditën, ngecën pak te rrënjët. U përmend ajo rrënjve 3 herë, zhvillimi vjen nga rrënjët, familja, edhe ky aspekti psikologjik. Një debatues i katërti që mbëri përshtypje për mirë ishte ai që bëri qasjen historike dhe shpjegoi që nëse ne do kishim marrë modernitetin sa herë jemi pushtu, do kishim ndruar një 5 gjuhë deri tani. Pra domethënë i dha një ngjyrim ndryshe nga pjesa tjetër. Kështu që do doja që të ishte çik më shumë ngjyra si debat, më shumë argumenta. Gjithsesi nivel grupi ishit kompakt. Te debati i dytë, ishte debati i këndshëm, patjetër, por ç'është e vërteta te dy liderat, gjëja që më pëlqen nga ty si debatues është ajo që ti je vetvetja. Edhe çfarëdo lloj teme që ti ja përshty, unë mendoj që ti ke informacion mjaftueshëm, sidomos për tema aktuale dhe politike, rasti Hungarisë ishte një, apo rasti i demokracive të brishta që ti i quajte totalitare, që kanë një sens, edhe pse mund të quajë autoritare, tregon që ti ke informacion dhe çfarëdo lloj teme që ti japësh, mund t'ja dalësh të debatosh. Ajo që unë vura re te debati i dytë ishte që qasja jote në të paktën 2 herë të para ishte si një formë retorike. Pra, unë kështu e kam mendimin, politikanët e kanë këtë pushtetin dhe nuk pash shumë argumenta mbrojtës në sensin që pse nuk e ka populli atë pushtetin, demokraci, po e ka ky politikani. Ti mund të thuash për shembull që populli manipulohet, ka forma që populli mbase nuk e kupton që po ndodh kjo gjë dhe politikani përfiton nga ky rast, po 2 herët e para është e vërteta unë pash vetëm një lloj retorike. Për ndryshe, lidera e ekipit tjetër kishte një renditje argumentash, edhe ta bëri shumë qartë strukturimin e debatit. Pra përmendi nga referendumi, te peticionet,
te media, te partitë e reja, te organizatat. Pra, u mundua me shumë qetësi të të shpjegonte që kur flasim për demokraci, nuk po flasim për një pushtet në një palduar, po është pushteti ndarë nga gjyqësori, te media, te populli. Kështu që në debatin e dytë, që është e vërteta, patëm një lloj bindje më shumë që kjo është, si më thënë, pika më e fortë e kësaj teme. Kështu që për gëzimin edhe një herë për realizimin e debatit, po e kaloj fjalën edhe shoqeve për Shumë faleminderit. Besoj Glenxheti nuk la shumë për të thënë ne. Megjithatë unë doja ta nisja fillimisht me një përgëzim shumë për organizatorët, që është viti joni 9 që ne suportojmë dhe është gjithmonë shumë kënaqësi që ne jemi pjesë e një debatit, që mendoj tashmë është bërë një traditë për organizatën, po edhe për të rinjt, dhe jemi shumë të lumtur që ka të tilla prurje dhe të tilla diskutime. Për sa i përket formatit, jam dakord me Glenxhetin, paktën tek debati i parë pam që kishte një linjë përsëritje, pothuajse nga të dyja skuadrat, për sa i përket argumentave kryesor. Do kishim dashur që të kishte një ndoshta dëgjim më aktiv, qoftë edhe të shokëve të skuadrës, po edhe të kundërshtarit, në mënyrë që le të themi refuzimi apo kundër argumenti që ju shprehni, realisht i drejtohet personit parafolës apo atij që e ngre këtë pikë diskutimi, sesa thjesht për të thënë ato që ju keni lexuar më herët apo keni punuar. Patjetër, duket që të dyja skuadrat ishin shumë të përgatitura, kishin motivim shumë të lartë, kishin një punë në grup shumë të mirë, sepse edhe tek debati i parë, po edhe tek debati i dytë, shikoja që gjatë gjithë kohës vinin fletat vogla me ndihma, dhe kjo tregon shumë mirë se sa kompakte janë skuadrat dhe punën shumë të mirë që kanë bërë edhe zyshat, të cilat i përgëzoj për punën që bëjnë me ju në mënyrë të vazhdueshme. Për sa i përket ndoshta këshillave, ato që Niku përmendi pak, unë do ta vija theksin po patjetër tek elokuenca, pra të shprehurit mendimin tuaj edhe të bazuarit patjetër me një referencë, tek dëgjimi aktiv, tek puna e skuadrës, edhe tek disa nga antarët, ndoshta edhe tek respektimi kohës, sepse sado që Niku përpoq të linte pak më shumë sekonda, disa për ju nuk ishin edhe shumë preciz, kështu që këto do ishin këshillat që unë do t'ja jepja për fazën tjetër. Unë ju përgëzoj shumë për punën që keni bërë, për gjithë përgatitjen dhe uroj shumë që të vazhdoni ta përcjellni këtë kulturë dhe këtë frymë edhe tek shokët e tjerë të skuadrës, të shkollës apo të klasës që ju keni. Faleminderit. Mirë. Unë nuk heq asnjë presje nga ato çfarë thanë kolegët, besoj ishte e qartë qasja që ne patëm dhe debati që u sollët ishte një debat i mirë, por e vetmja këshill që do doja t'ju jepja është në momentin që përgatisni një material, qoftë edhe sikur ta keni mësuar përmendësh, të keni pak më shumë vetbesim në momentin që e thoni, sepse fakti të parit një skuadër që lexon nga fillimi në fund nuk është një shembull i mirë për punën që keni bërë ju dhe punën që ka bërë mësuesi me ju. Ndoshta mungesa e vetbesimit, ndoshta mungesa e eksperiencës bën që të keni gjithë kohës fokusin tek ajo çfarë keni shkruar. Por nëse ti e ke mësuar dhe e ke përvetësuar atë argument, është më e qartë dhe më e thjeshtë që ta thuash, sesa ta lexosh gjithë kohës dhe jep pikë më shumë ty dhe skuadrës tënde. Thën kjo, pa dashur t'ju marr më shumë kohë, se besoj se keni ethet e të diturit se kush kalon. Shkolla 28 nëntori është shkolla që kalon në fazën tjetër me 245 pikë dhe Ismail Qemali 220 pikë. Suksese! Mirë, faleminderit Juris për vlerësimin, edhe unë nuk i heq presja atyre çfarë thanë kolegët, realisht do kisha pasur dëshirën të dëgjoj një debat më të natyrshëm, më fluid përsa i takon argumenteve që solët, sepse vërtet pjesa më e madhe e antarëve të secilë skuadër u përqendruan shumë tek ato çfarë kishin para përgatitur sesa tek të qenit argumentuese dhe mendues të mirë kritik. Ishit të varur nga informacioni që kishit para përgatitur. Dhe realisht të paktën nga ajo çfarë kemi ndjekur për gjatë fazës të debateve rajonale, nuk e kemi pare shumë, të paktën të këto dy skuadra. Keni qenë ndoshta më mirë në fazën e debateve rajonale. Kështu që do t'ju këshilloja që kur të vini në debatin tjetër, shkolla 28 nëntori, në çerkfinalen që do të zhvillojmë ditën e 3 të kampionatit, të përqendroheni më shumë tek ajo çfarë ju
mund t'jepni përsa i takon argumentave. Sa më praktik, sa më koherent dhe sa më aktual me atë çfarë ju prek ju realisht në përditshmëri se sa tek argumentat e parapërgatitura. Ne duam të vlerësojmë pikërisht mënyrën se si ju argumentoni, jo mënyrën se sa mirë mund të përvetsoni informacioni. Informacioni është një bazë që ju jep juve mundësinë që të argumentoni më mirë, por jo gjithçka. Në këtë format paktën. Kështu që shumë faleminderit, suksese skuadrës, suksese të dyja skuadrave, sepse vërtet keni pasur një përgatitje shumë të mirë, element shumë të mirë. Ne në këtë edicion, por edhe në edicionet e kaluara vlerësojmë dhe debatuesin më të mirë, kështu që jeni të gjithë ende në garë për të marrë edhe këtë titull dhe këtë çmim. Gjithë mirat dhe kaloni sa më bukur, jeni të lirë tani.